këto. A ka për të mbaru punë? Një jetëve. Në jetëve s'ka për të marru punë. Pse? Nuk marru punë sepse, shiftu, i ke panë se sa pushta janë këto avokatët tonë? A i ke pas një problem, njoni me i dhjesë të tjetë, rrallë bina njoni, edhe kur betohet, do më gjej këtë tatin, fare dhe a i ta fut. Nejse, na falë në avokati mirës, do kime alë në jere. Prap të hamë, për nejse. Prap. Për ty pazari i shkaj, në fakt e kemë më shtrejnë. Këta tonët, janë qilimin. Me qëfar janë i jashtë. Këta e kanë mësu, ku mësu në avokatin që morën ato gjonat, ato 10 faqet e funit më të mene ishin se qapë ndodhë në Amerikë dhe në Angli, me avokatët. Dhe pra, sa më shumë ta kesh hallin. Avokatët dhe mjekët nuk janë për të zgjidhur problem. Le ta themi kështu kur ke hall. Ato janë për të marrë lekët, nuk janë për të zgjidhur ty problemin. Problemin ja ku e ke pushkën shko zgjidhe, nuk e di unë. Po bëj një magji me i prit, me i nusk. Kështu që të bën më tepër dermak. Kështu që ta thjeshtëzoj tamam, sidomos me personat që janë halle, që janë halle vërtet shumë të mëdha, siç është puna e PD-s dhe Sali Berishës, sidomos e Sali Berishës, sepse Sali Berisha nuk është vetëm. Ka problem dhe me fëmijët. Po ka problem dhe me dhëndrin. Ta shti çfarë ndodh. Ato ne mësu, do më çdo të keqe që sheftu në Shqipëri, që thu, kjo s'bohet e kjo s'ashu, ti ke mo një gjollë shumë të vogël, kopju gjollë shumë të vogël nga ne. Nga mjeshtrat. Nga mjeshtrat. Ato ta kanë dhonë. Sa ato na mësun edhe se si ta shkatrojmë në venin, për shembull, gjithë këtë, se mund të mund ty, stupidity në politik, ata e kemi prej atyne në, që nuk dim se kush është, pse është, vazhdo me salën, 18 vjeqe, e ke përsysh, edhe, pavarësisht si ka... Jo, pavarësisht si ka qenë koha jonë, i falem Zotit, kanë ca vene që i falem, që në 18 vjeç dhe 20 vjeç, që s'dosh me ditë se kush ishte këshu, që gjuhet, biro politike, Enver Hoxha, që ishin këto, dhe më thënë, që i dishim këshu, po, ne vetëm shifshim për nëjë femën, atë shifshim si këshu, si hylli që duhet në djekin, këto djekin salin në shtremën, është dhiri një komplet, dhe më të mërë se kas nuk ka. Ta që s'di atë qeshesh me ta, atë qasha, nuk e di, se di jam këto, sepse... Kalën të legët se aty më ka me kohë. Ke legët, bravo, legët si që vërtet e tham, kush problemi më i madh? Problemi më i madh tani, dhe është problem shumë serios, është ky që ta kapësh nga i krah, bëhet fjalë që ti ke një, se mund të them, një të dënuar, pra ne si kom nuk kemi më normal, sepse ti ke një të dënuar që kërkon, pra nuk kërkon aleanca më, ai po blen pafajsin. Nuk e di a e kuptojmë këtë. Pa ai po hudh lek me ble pafajsin dhe ne ka njerëz që flasin shqip edhe mendojnë dhe duan me bë kryeministër. A make sense kjo? Ai do me ble pafajsin, se për shumë thonë, pa e fusim këtë. Rama, e ke besu se që dalin, Rama ka shpenzu 30.000 euro për shishe vere. 30.000. Në shumë emisione këto më kanë gjuar po mua që them të gjohë. Mos u talni me këto, për shumë kryeministrit mori, si mund të më të, sa e ka rogën, $100.000 në vit. Po e marim, për shumë, mos u talni me këto, ai duhet mori 10 milion. Ai duhet mori 10 milion euro në vit. Se për desa po i paguj trajnerit, si s'peja pagu ke një kryeministri. Kush do qovë që të bëpo? Trajneri me 11 lojtarë? Bravo. Ose kryetar i bashkisë, po të njëjtën gjohë, kam site.
Por, ky 30, për marrim, ky 30.000 për marrim që mund këtë bërë shisha verës, të kuptonë, idiotizme nga to, po për marrim, si të vërtet, është në fakt se ai ka taku një nga Dubai për cilë ca lek. Ai Dubai s'pi. Po morim, ka taku një arkitekt, ose një grup arkitektës që duhet vinë dhe të ndryshojnë fytyrën kësaj Shqipërie, që është ndryshu. Dhe pavarësisht se Rama mundoj ta pi i milekshë verën, ose se pi verën fare, po e marim, kjo 30.000 mund duket normale, njerëzit ju duket anormale. Mus më duket normale, domethënë më duket normale që ai 6 milionshi të ishte shpenzu në dhurata për X çfarë të mund të si për marrës tjetër, dreka e daka me këta arkitektët më të mirë të botës, s'm duket asgjë. Sepse e di se si funksionon një shtet, pra pa këto lek, pa ca forma që janë jashtë asaj zyrtares, ti nuk mund të ndërtosh një shtet, nuk mund të ndërtosh një biznes, edhe vetë biznesmenët për shumë po të hapësh, si mund të them, atë llogaritë e tyre, del që një pjesë jo e vogël shkon nëpër darka që as ata s'duan me shku, dhe nëpër ca vene që as ata s'duan me shku vet. Po ai duhet ta shtroj për shembull sepse x e duhet bërë kjo gjë. Nëse po jam brenda asaj logjike. Po të paguash 6 milion që tjetri të çoj ke roja e shtëpisë bardhët, u të fusi letrën mrena. Duke qenë në fakt duke qenë terrorist, sa shu është, dhe ti shkosh nga mrapa ose të krenohesh për këtë. Osama Bin Laden për shumë u tha, më vrisni ta po lekun nuk e nxjerr nga dora. Bravo. Domethënë, ja po ta marrim. Se Osama mund ta kishin rregulluar, mund ta kishin bërë lufta Lirisë. Me 2 milion. 6 këti. Po më thamë, më merrin të ligën. Po çfarë ndodh? Jo, e diku është më turpi sepse kjo nuk është për më gjitha këto janë për mend. Jo po s'është në rregull, jo po s'janë lekë kështu. Këto janë vaj lesh sepse në sa njerëz ke nga mrapa dhe përdesa, domethënë të kanë heq me ose marrësh me historinë e Shqipërisë që gjë figura më shumë në historinë e Shqipërisë, duke fut edhe Sultan Muratin mren me ato çajin ato. Ky është më shumë tull se vite sultani çam mund të rrezote. Rrezoi gur që ishte mbi gur. E vesh fshatat prapa të gurin mbi sipër gurit. Kurse ky e sheshoi komplet. Ja mundën Sultan Muratit. Më shumë ka vra ky se sultani. Leça thot historia. Qa? Por po të them unë. Si ka vrarë nga trut të tjerë, këse pak në ato ishin krenare. Sultani të vrisë të kështu, po nga trut të... Letera, e kuptosh nga për vjetë. Pra, që ti, pra, e di kush është, duhet kapim vetëm një pikë. E ti kush është turpi më i madh? E ti kush është do një gjë më shumë tuar e kësaj? Nuk është se ti i dhe këto 6 milionët dhe tu aprovu. Nuk është aprovu. Do më thënë, aq keq që ti, sa dhe ky 6 milionësh nuk të bë punë me të ajton gradën tani. Për ta mirë, më kuptojmë te që ka nevojë se pastaj se çfarë do ndodh me këtë është kjo, po do më kuptohet kjo që thuhet për shembull, a bëmi kontratë neve? Na 6 milionë që vlla. Bravo. Na 6 milionë që me makinën, si i bie apo kontratë. Jo zogu, sa ke filluar? Shumë vlla makinën s'ke për ta mod. Shife? A me shije? Ti u shpjegoj shqiptarëve që se kuptojnë. Shqiptarët e kuptojnë sa më. Jo, shqiptarëve që se kuptojnë, jo shqiptarëve. Po se kujton ti se kuptojnë ata calës. Ato më vrafshin mu, ato s'kuptojnë asnjë gjë në këtë tokë, ato janë gjynov. Nëse. Po ma le të shpjegoj se është. Më duhet ta shpjegoj për ata të jap shans. Unë jam i budall që du më thon në gjatë mënyrën. Ble shtëpinë? Dhe do i paguash për shembull nga 250.000 muaj për 2 vjet apo për 5 vjet sa ke. Po t'japin shtëpinë, t'japin çelësin në shtëpinë. Jemi në rregull?
Hyke shtëpia ti, o shtëpia jote. Se ke bërë këtë kontratë. Tash çfarë ka no? Çfarë ka no? Ti e ke ble shtëpinë. Ti do me ble shtëpinë. Lekë do japësh, dhe këto s'lejnë as ke baçja. Unë këtë s'djekëshin dhonë atë të pak, djekëshin dhonë, edhe pishin dhe në ratë.